Hello, si a kaloni, unë para disa ditësh isha tek panajiri Medical Beauty Fair dhe aty ishe The Skin, cilët të paktën ato që më ndjekin e din që unë kam shumë produkte nga The Skin, të paktën një nga të preferuaret e mi përveç kremi i trupit është kremi i duarve që unë përdor gjatë dimrit dhe është me atë tubetin fantastik dhe estetikisht të bukur. Duke shkuar tek panajiri, aty ishin mu në fillim tek hyrja The Skin dhe pash që kishin nxjerr disa hair and body mist. Kishe goxha alternativa, por unë rash në dashuri me këto të treja. Përshien pafund, aroma ishe fantastike, por kishe dhe alternativa të tjera, siç po thoja, dhe të tëra janë me provitamin B5. Parfumet janë fantastik, le të themi që i preferuari im është Arabian Elixir, që është këtu. I don't know. I love it. I dyti është Creamy Dates. Dates janë hurmat, ato hurmat arabe. Dhe ky mban tipik air hurmash. Ka atë ëmbëlsin, ju do thoni gjitha bashkë, të gjitha bashkë, sepse unë vajzat i njoh dhe i di që të gjitha këto janë natyrale, pa gjithë këto toksinat që mund të përmbajnë parfumet që ne blejmë shumë shtrenjtë. Gocat këtu bëjnë punën më të mirë për të qenë sa më organike. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, ishte Second Skin, që vinte pak më flowery dhe ëmbël, por nuk e di, shumë pranverë, shumë, oh my god. Thank you, vajzave të mia nga The Skin, ju dua shumë. Ju ftoj t'i vizitoni në Instagram dhe të shikoni dhe aromat e tjera, parfumet e tjera.